Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 3, menaxhimi i rrezikut dhe praktika e kontrolluar dita 16, kufiri i humbjes, kufiri i fitimit të raporti rrezik, përfitim 1-2. Dita 16 vendos rregullat e hekur të mbijetesës në tregtim. Këtu mëson të përcaktosh paraprakisht sa je gati të humbasësh dhe sa synon të fitosh. Pa këto dy kufi, çdo veprim kthehet në lojë emocionesh. Qëllimi i kësaj dite është i qartë, të kontrollosh humbjen dhe të lejosh fitimin. 1. Çfarë është kufiri i humbjes? Kufiri i humbjes është niveli i çmimit ku vendos të dalësh nga veprimi pa debat me veten, nëse tregu shkon kundër teje. Ai shërben për të ndalur humbjen në kohë, të mbrojtur llogarinë, të shmangur vendimet emocionale. Kufiri i humbjes vendoset para hyrjes, jo pasi tregu lëviz. 2. Pse kufiri i humbjes është i domosdoshëm? Pa kufi humbjeje. Shpresa zë vendin e arsyes. Humbjet e vogla kthehen në humbje të mëdha. Mendja humb qetësinë. Me kufi humbjeje. Humbja është e parashikuar. Stresi ulet. Disiplinë rritet. Humbja e vogël është pagesë mësimi, jo dështim. 3. Çfarë është kufiri i fitimit? Kufiri i fitimit është niveli i çmimit ku vendos të marrësh fitimin pa lakmi. Ai shërben për të mbrojtur fitimin e arritur, të shmangur kthimin e fitimit në humbje, të mbajtur disiplinë. Fitimi i marrë është fitimi i vërtet. Fitimi i parealizuar është shpresë. 4. Si vendosen sakt kufit? Kufit nuk vendosen rastësisht. Ata lidhen me zonat e mbështetjes dhe rezistencës, strukturën e tregut, vendin logjik ku ideja e veprimit bëhet e pavlefshme, vendosja e kufirit të humbjes, poshtë mbështetjes në veprim blerjeje, mbi rezistencën në veprim shitjeje, jashtë zhurmës së zakonshme të çmimit, vendosja e kufirit të fitimit, pranë nivelit tjetër të rëndësishëm, aty ku tregu ka reaguar më parë, jo në mes të paqartë. Kufiri i humbjes mbron idenë. Kufiri i fitimit mbron rezultatin. 5. Çfarë është raporti rrezik për fitim? Raporti rrezik për fitim tregon sa rrezikon, sa synon të fitosh. Raporti 1-2 do të thotë për çdo njësi humbjeje të mundshme, synon 2 njësi fitimi. Shembull i thjesht. Rrezikon 10 njësi, synon 20 njësi. Nuk ke nevojë të fitosh shpesh për të dalë pozitiv. 6. Pse raporti 1-2 është i zgjuar? Me raport 1-2. Edhe nëse fiton vetëm gjysmën e veprimeve, rezultati i përgjithshëm mund të jetë pozitiv. Presioni psikologjik ulet. Pa raport të favorshëm. Duhet të fitosh shumë shpesh. Çdo gabim dhem më shumë. Stresi rritet. Matematika është aleati yt më i qetë. 7. Gabime të shpeshta me kufit dhe raportin. Zhvendosja e kufirit të humbjes nga frika. Marrja e fitimit shumë herët nga pasiguria. Raport i dobët për shkak të lakmisë për hyrje. Ndryshim i planit gjatë veprimit. Rregullat ndryshohen pas analizës, jo gjatë veprimit. 8. Ushtrim praktik për ditën 16. Pa hapur llogari prove, bëj këtë ushtrim mendimi. Zgjidhni grafik. Përcakto një ide veprimi. Vendos kufirin e humbjes në vend logjik. Vendos kufirin e fitimit 2 fish më larg. Pyet veten nëse ideja ka kuptim. Shkruaji arsyet me fjalë të thjeshta. 9. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 16? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh pse kufit janë të panegociueshëm. Respektosh raportin rrezik për fitim. Mos negocosh me veten gjatë veprimit. Vendosësh disiplinën mbi emocionin. Përfundim. Tregu nuk shpërblen guximin pa kufi. Shpërblen disiplinën me kufi të qartë. Kufiri i humbjes të mbron. Kufiri i fitimit të shpërblen. Raporti i drejtë të mban në lojë.